الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet e unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall, i cili e dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si myshdhëdhënës, si hariqdhënës dhe përgëzues, dhe gjithashtu e dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si tërheqëvërejtës apo paralajmërues. Nga ajo që Allahu xhalla wa ala dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është edhe ajo se e urdhëroi pejgamberin alayhi salam që ta urdhënon umetin e tij me të mira dhe ta ndalon nga të këqijat. E urdhëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta mëson umetin e tij se çka është halal e lejuar dhe çka është haram e ndaluar. Dhe nga ajo që Allahu xhalla wa ala e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, është edhe ajo se ka thonë për te, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Muhamedi alayhi salam i urdhëron ata në të mira dhe i ndalon nga të këqijat, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Dhe urdhëron ata për të mira, në më urdhëron në gjërat e lejuara, në ushqime dhe pijet e lejuara, dhe i ndalon ata nga pijet dhe ushqimet e ndaluara. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëron dhe ndalon ashtu si që urdhërohet prej Allahut xhalla wa ala. Pra ashtu qysh i jepet leja dhe urdhri prej Allahut. Pra kur thojna pejgamberi alayhis salam urdhëron, ose këtë quhen halal, ose këtë quhen haram, atëherë gjithë e kije parasysh se urdhri ka ardhur prej Allahut. Pra Allahu i ka thonë kështu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar, vëllezër të nderuar, është edhe një vesh shumë i keq, është një pije shumë e keqe, është një bela dhe një sprov që i ka kapluar njerëzimin. E fatkeqësisht ka hyrë edhe tek ne muslimanët. E fatkeqësisht është duke u përhap me të madhe. E fatkeqësisht kjo është edhe prej shajave të kiametit. E kjo pije, vëllezër të nderuar, është alkooli. Për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith, el khamru ummul khaba'ith. Tha alkooli është nëna të gjitha të këqijave. Edhe pse ignorantët sot e quajnë nëna të gjitha kënaqësive, ajo është nëna të gjitha të këqijave siç dëshuam. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një transmetim tjetër, el khamru ummul fawahish. Tha alkooli është nëna të gjitha imoralitetit, nëna të gjitha pislëqeve. Është alkooli kjo ndalesë
të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ka ndaluar. Transmeton Abu Darda radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar dhe i ka thonë Abu Dardas, la tashrabil khamr. Ka thonë Abu Darda, mos e pi alkoolin. Pra mos ka bo me pi alkoolin. Fa innaha miftahu kulli sharr. Nga se alkooli është qelësi çdo të keqe. Është qelësi çdo fllëqësire dhe çdo ndytësire. Pra të gjitha të këqijat vinë dhe renditen në këtë ndalesë. Pra në alkool. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, të vërtetën e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se te alkooli janë mbledh të gjitha të këqijat. Alkooli ta humb imonin. Alkooli ta humb sjelljen, moralin. Alkooli ta prish shpirtin dhe zemrën. Alkooli bëhet sebeb me ta humb pasurinë. Dhe në fund Allahu na rujt me ta humb edhe kokën. Është ndalesë ndaluar prej të madhit Allah, prej krijuesit kësaj gjësie, prej atij i cili të ka kriju dhe të ka sjellë në këtë botë. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka mallkuar pirsin e tij, por e ka debuar dhe e ka nxjerr prej rahmetit e tij. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith, el khamru ummul fawahish. Alkooli është nëna e gjitha imoraliteteve, wa akbarul kabair, dhe mëkati më i madh prej mëkateve të mëdha. Pra një nga mëkatet e mëdha. Alkooli një nga mëkatet e mëdha. Dhe pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdim, men sharibaha, dhe kushdo që e pin atë, waqa fi ummihi, është friga se do bën imoralitet me nënën e tij, wa khalatihi wa ammatihi, me tezën e tij dhe hallën e tij. E ndoshta edhe me vajzën e tij. Nga se alkooli ja humb trurin njerit, ja ik trunin, dhe e bën të dehur dhe të mpir, dhe nuk e din se çfarë duke vepruar. Prandaj kemi ndëgjuar lloj-lloj rastje të ndryshme. Disa prej tyre se si e kanë mbyt veten. E disa prej tyre se si kanë mbyt gratë e tyre. E disa prej tyre se si kanë mbyt evladet e tyre. Edhe rasti i fundit që ndodhi në Shqipëri, ku personi i dehur i mbyt 2 fëmijë. Pra shikoni dëmin e alkoolit, vëllezër të nderuar. Prandaj Allahu xhelalu ala ka thujtë në dytë dhe ka ndalu Allahu në Kur'an dhe ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket Kur'anit, thot Allahu xhelalu ala, thot ja ayyuhalladhina amanu, thot o ju besimtar, o ju që keni besu Allahun, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan. O ju besimtar, me të vërtet alkooli, bigjozi, idhujt, hedhja shigjetës për fal, gjitha këtu janë veprat dyta të shejtanit të mallkuar, ati i cili do me nxjerr prej rahmetit Allahut nëpërmjet kësaj vepre. Prandaj fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ikni prej tij dhe largonu prej alkoolit në mënyrë që ta gjeni shpëtimin. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Shikoj se çfarë thot Allahu azza wa jall, duke treguar se si shejtani mallkuar dëshiron nëpërmjet alkoolit, nëpërmjet këtij mëkati të madh, me ju fut juve në armiqësi, dhe pastaj juve me ju bon nga ata që nuk e përmenin krijuesin e tyre, nuk e përmenin Allahun,
dhe me ju bo prej atyre të cilët ju largon prej namazit dhe pastaj ju gjun e zjarrin e xhehenemit. Prandaj Allahu xhelalu ala thot fehel entum muntahun, prandaj apo jepni fund, apo e braktisni këtë vest të ndytë dhe të ligë që Allahu xhelalu ala ka ndaluar. Kjo sa i përket Kur'anit. Dhe gjithashtu thot Allahu në Kur'an yes'alunaka anil khamri wal maisir, të pyesin ty o Muhammed për alkoolin. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, thuaj ne to është dëmi shumë i madh. Pra dëmi shumë është i madh, nga se ta prish mendjen tënde, ta prish zemrën tënde, ta prish familjen tënde dhe pasurinë tënde, dhe ta humb fen. Kjo vepër e shëmtuar, kjo pije e shëmtuar që Allah Azza wa Jall e ka ndaluar sprovë për njerëzimin, ta ka ndaluar një pije ndërsa ti ka lejuar 1 milion pije tjera. Prandaj mos e zgjat dorën tek harami dhe pendohu prej kësaj vepre të shëmtuar në mënyrë që Allahu Azza wa Jall me ta pranu pendimin. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, kullu muskirin khamrun, thot çdo pije që deh është alkool dhe çdo alkool është haram. Dhe gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu sharabin khamrin haramun, thot çdo pije dehse është haram, pra është e ndaluar dhe ndalesa ka ardhur prej Allahut xhelalu ala dhe ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala i ka kërcënuar ata të cilët i shkelin ndalesat e Allahut, i shkelin urdhrat e Allahut dhe normat e Allahut subhanahu wa taala, dhe ka treguar se ata i pret dënim këtë botë dhe i pret dënim botën tjetër. Pra dënimet të jenë fetare dhe dënimet gjithashtu do jenë të kësaj dynjaje. Pra që i pret ata të cilët e pinë këtë pije të shëmtuar. Sa i përket dënimeve fetare, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, la'ana Allahu al-khamra. Thot Allahu e ka mallkue alkoolin. Pra e ka mallkue. Njashtu është edhe droga. Dhe e ka ndaluar, ashtu që ka ndaluar dhe mishin e derrit. Pastaj thot, dhe atë që e pin atë, pra dhe atë që e pin. Pastaj thot, edhe ai që e prodhon, edhe për ato që prodhohet, edhe ai që e bart, edhe për ato që bartet, edhe ai që e pin vet, dhe ja servon të tjetrit. Pra të gjitha këto kategori e kanë njëjtin hukm, pra të njëjtin gjykim për Allahut. Të gjithë hinë të mallkuar nga ana e Allahut subhanahu wa taala. A din që dëmë me thonë me kanë i mallkuar Allahu na rujt? Veç kujtoj e iblisin, kujtoj e shejtanin. A ditë kur është mallku, është dëbu dhe është ndjerë prej rahmetit Allahut subhanahu wa taala. Ka dol prej rahmetit Allahut. Pra mallkimi ka orë kërcënim, që do të thotë që del prej rahmetit të gjerë të Allahut dhe mbetesh i mallkuar dhe mbetesh në zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj. Prandaj kjo pije është e rrezikshme, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith, thotë nuk është besimtar alkooliqari në momentin e pirjes së alkoolit. O subhanallahu, vëllezër të nderuar, ky hadith e pejgamberit alayhis salam tregon se në momentin kur pihet alkooli, te limoni dhe i shndron te koka e tina. Pra është rrezik. Pra pejgamberi alayhis salam nuk është besimtar në momentin e pirjes së alkoolit. Si guxon një besimtar ose një musliman më jam sy kësaj pije, ku imani i tij hiqet pe kokës. Gjithashtu vëllezër të nderuar, prej dënimeve që ka ardhur për atë i cili e pin alkoolin, është se nuk i pranohet namazi i tij 40 ditë. Thot pejgamberi alayhis salam, kush e pin alkoolin nuk i pranohet namazi 40 ditë. Nëse pendohet, Allahu ja pranon pendimin.
Pastaj nëse e pin, prap 40 ditë nuk i pranohet namazi. Dhe nëse e pendohet, Allah ja pranon pendimin. Dhe prap nëse e pin herën e tretë, Allahu 40 ditë ja pranon namazin. Po nëse kthehet dhe pendohet, Allahu ja pranon pendimin. E nëse e pin herën e katërt, thot pejgamberi alayhi salam, thot do gjun Allahu azza wa jalla do jap me pi prej radghatul khabal. E kam pyet sahab, çka është radghatul khabal ya Rasulullah? Ka thonë është ai kelbi edhe që del dëmohon ato njerëz dhe kelbi që del për trupat banorëve të zjarrit xhenemit, Allahu na ruaj. Pra si dënim që e ka pinë këtë dynja, Allahu xhelalu ala dënon me pinë botën tjetër kelbin dhe ndjerësit e njerëzve të banorëve të xhenemit, Allahu na ruaj. Çështja është edhe më e madhe vëllezër të nderuar dhe më frikshme dhe më e rëndë te alkooli. Për arsye se, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, s'ka mundësi me hin xhenet, thot aqun, i pari kush është, mos respektuesi prindërve. I dyti, mudminul khamr, thot ai që e pin alkoolin, dhe i treti thot përgënjeshtruesi kaderit, caktimit të Allahut. Këta tre nuk hin xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj sahabët kur ka zbrit ajeti për ndalimin e alkoolit, e kanë barazu alkoolin me adhurimin e idhujve. Aq është i rrezikshëm. Prandaj vëllezër të nderuar, tregohet një ngjarje tek Beni Israilit se si një mbret e kishte thirr një të devotshëm, një burr të devotshëm me dëshmu një çështje. Pastaj kur e thirr, i thot unë të kam thirr ty, mirë po, ajo që të kam thirr ty është, ose do pish alkool, ose do e mersh thiken me mbyt një fëmijë, ose do bësh imoralitet. Për ndryshe, të shkon koka jote. Atëherë çka bën ky? Thot për zgjedhët më të voglën për këtyre 3 javë. Edhe zgjidh me pi alkoolin. Kur e pin alkoolin, ban zina, imoralitet, pastaj e merr thiken e myt fëmin shtrat, edhe pastaj të më thonë khasire dunya wal akhira, e hum dynjan dhe ahiretin. Po shikone se ku e sjell pirja alkoolit këtë person. Allahu na ruaj, ai i cili pin alkoolin dhe nuk pendohet vëllezër të nderuar, e pret përfundim i keq në trupin e tij, në familjen e tij, në vladët e tij dhe në rrethin e tij ku jeton. Dhe e pret gjithashtu është duke shku drejt një përfundimi të keq para vdekjes, dhe Allahu na ruaj e pret dënim varr dhe e pret dënim ditën e ngjallës. Prandaj lutim Allahun azza wa jall që këtë ves të keq që gjindit shoqërinë tonë me largu Allahu xhelalu ala dhe me na mundsu mu bo sebeb me këshillat tona dhe me urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga keqja, që me u pendu njerëzit për këtij vesi dhe me largu këtë prej lokaleve të tyre dhe me largu prej marketeve të tyre, nga se janë në zemërimin dhe hidhrimin dhe madhkimin e Allahu xhelalu ala. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që Allahu më na bëj çelësat hajrit dhe drynat sherrit. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Si këshill vëllezër të nderuar, thot Allahu xhelalu ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ndihmonu mes vete në punë të mira të mbara e jo në mëkate në armiqësie. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, para kiametit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra para fundit të kësaj bote, para shkatrimit të kësaj bote, thot shtrydhet alkooli më të madhe, edhe shitet më të madhe, edhe pijet më të madhe alkooli. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thujt këto një prej shajave të kiametit. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, nëse shtruhet pyetja se si mu ballafaque me këtë ves, dhe si me urujt veten tonë, fëmijët tonë, prej alkoolit, prej drogës dhe prej këtyre veseve të këqija, atëherë di vëllezër të nderuar që duhet krijohet ambienti fetar. Pra duhet që imani jonë të gjallërohet dhe të forcohet dhe të ujitet me këshillat e Kur'anit
dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se kur ka orë Kur'ani, i ka zhjet arabe duke pije këtë ndales, po i ka zhjet duke pije alkohol. Dhe Allahu xhelalu ala në fillim nuk ja ka ndaluar. Fillim Allahu xhelalu ala ka zbrit ajetet që ja u forcon imanin e tyre. Dhe Allahu xhelalu ka ndaluar alkoolin faza. Dhe pastaj kur Allahu në fazën e fundit ka thënë fe hal antum muntahun, pra pasi që imani kishte hyrë në zemrat e tyre dhe ishte forcuar imani në zemrat e shokëve të pejgamberit alayhis salam, atëherë kur erdhi urdhri që Allah ka ndaluar alkoolin, ishte një sahabi duke pi një musliman, atëherë e shtini gishtin dhe e vjelli atë alkool, dhe dolen të gjithë muslimanet e derdhen alkoolin në për rrugët e Medinës, dhe u mush Medina me alkool të mohon rrugët e Medinës, ashtu sikur se bie shiu, dhe e përmbyllën këtë faqet e zezë, me të cilën e kishin trashëguar prej asaj se prej çështjeve të ignorancës dhe rrugës së mushrikëve dhe dhujtarëve të cilët e kishin fut alkoolin në mesin e tyre. Pra kur u shërua kjo problematik, kur shëruat alkooli, kur shëruat droga, kur shëruan pra njerëzit për mos me afru këtyre veseve të dyta, atëherë kur e përmirësojnë zemrën e tyre me Allahun dhe kuptojnë se Allah e ka ndalu dhe madhrojnë dispozitat e Allahut dhe i friksohen Allahut dhe nuk i friksohen kriza, nuk i friksohen apo hin mishteria, apo hin mishteria, ata e dinë se këto ka ndalu Allahu xhelalu ala dhe haramit e ta mbetet haram dhe i thujnë jo dhe nuk e pranojnë në lokalet e tyre, e as nuk e pranojnë familjet e tyre, e as nuk e pranojnë në dorën e tyre dhe i zgjedhin pije tjera që Allah xhelalu ka leju dhe i ka bëhe të kënaqshme domthon për ta dhe i përdorin ato që Allah i ka bëhe halal dhe nuk e përdorin haramin për hir të Allahut krijuesit e tyre, nga se dinë se kanë murin gjallë dhe janë të bindur nga se shtyllë imanit besimin ditën e gjallës se kanë me dalë para Allahut xhelalu ala dhe kanë me dhënë përgjegjësi dhe gjithashtu alkooli shëruat vëllezër të nderuar duke urnuar për të mirë dhe duke ndaluar nga e keqja, duke këshilluar për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe vallahi nëse na bojna dhe kryna këtë vepër të mirë që don Allahu ka me zbrit bereqet dhe rahmet tek ne, ka me zbrit bereqet dhe rahmet te familjet tona dhe vladet tona dhe ka me na ruaj Allahu xhelalu ala. Ama vallahi nëse kena mundësi me largunit keqe edhe nuk e bojna, pasha Allahun ka me të hakmerë Allahu qoftë mas 5 vjetë, edhe mas 10 vjetë, 20 vjetë, atëherë kur kime dasht, pastaj mu largu për ati harami, mi po s'kime mujtë mu largue. Për arsye se s'ju ke tutë Allahut kur dasht, se ke largu kur është dasht, pastaj ta ka mujtë shoqëria, ta ka mujtë rrethi, edhe e ka kapluar shoqërinë këme kati madh, edhe Allahu na ruaj ndoshta ka dëpërtuar te vladet tonë, e te familjet tona, e pastaj mo nuk mund e shëro me hoxh, mirë po duhet mu mundu me shëru me mjek, e na për spitale, e duke dhënë pasuritë majshme, vetëm për me kthye të shëndetshme vladet tonë dhe familjet tona kështu me radhë, siç edhe peshuhum ditë për ditë. Allahu mu dhe juve na ruajt prej alkoolit, prej drogës. Allahu mu dhe juve, familjen time, familjen e juve, vladet e mi dhe vladet e juve, dhe gjithë muslimanëve, Allahu subhanahu na ruajt ka ky vese keq dhe nga këto vese të këqija që janë për hapë shoqërie. Allah është problem me të mira xhenetit. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.